Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mirë se erdhët në emisionin Rruga e Drejtë. Vëllezër dhe motra, para pak ditësh mbyllëm muajin e begatë të Ramazanit. Sezon ku vërehet qartë reflektimi i shumë njerëzve. Vërehet qartë që shumica e besimtarëve dhe normalisht ashtu duhet janë të angazhuar, pra kanë qenë të angazhuar me adhurime, me ibadet, me përkushtim. Por, pasi kalon muaji Ramazanit, disa njerëz ndodh që dobësohen. Ndodh që i lejnë veprat e mira. Një pjesë e tyre ndoshta i kthehen edhe gjunaheve. Pikërisht rreth kësaj çështje do të flasim sot me Hoxh Ismailin, Hoxhin nderuar. Pra kthimi i këtyre njerëzve tek mëkatet, lënia e veprave të mira, a mos vallë tregon kjo që këta njerëz ose njerëz të tillë nuk kanë përfituar nga muaji i Ramazanit? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Falënderimi takon Allahut të lartësuar. Lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dashurin tonë, të dërguarin tonë Muhammedin. Qëllimi i muajit Ramazanit është që njeriu të bëhet i devotshëm në fe, që njeriu të jetë prej atyre që ruhet nga dënimi i Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar ka përmendur qëllimin e obligimit të agjërimit në Kur'an, duke thënë la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm në fe, të jeni prej atyre që ruhen nga dënimi i Allahut të lartësuar. Dhe s'ka dyshim që njeriu i devotshëm e adhuron Allahun në vazhdimsi, nuk e ndërpret lidhjen me Zotin. Njeriu i devotshëm i kryen mirë detyrat e fesë. S'mund të jetë njeriu i devotshëm nëse nuk është për atyre që ruhen nga dënimi i Allahut. Të kesh takwa, të jesh i devotshëm, do thotë që të ruhesh nga dënimi i Allahut. Pra, ti kryesh detyrat e fesë dhe të largohesh nga gjunahet, sepse ai që i kryen detyrat që na ka caktuar Allahu i lartësuar dhe ruhet nga gjunahet, ky është njeriu i devotshëm. Kështu që nëse njeriu e ndërpret adhurimin, kjo do thotë që ai nuk e ka përmbushur qëllimin e agjërimit. Ai s'është bërë i devotshëm. Nëse njeriu nuk i kryen siç duhet detyrat e fesë, namazin nuk e fal rregullisht, nuk e respekton prindërit, nuk është i drejtë. Këto janë disa detyra. Nëse njeriu nuk largohet nga gjunahet, nëse u kthehet gjunaheve të mëdha, ka pas bërë gjunahe të mëdha, i kalon gjatë Ramazanit, pastaj kthehet përsëri. Kjo do të thotë që ky njeri nuk është bërë i devotshëm. Ne jemi krijuar që të adhurojmë Allahun, pa adhurimi i Allahut nuk mbaron me mbarimin e muajit Ramazanit. Adhurimi i Allahut është një proces që do ta vazhdojmë sa të jemi gjallë. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allahu thotë adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Njeriu nuk mund të shpëtoj thjesht me fjalën besova, pa i shoqëruar besimin me vepra. Duhet veprat patjetër. S'ka besim pa vepra. S'ka xhenet pa vepra. S'ka shpëtim nga zjarri i xhenemit pa vepra. Allahu thotë wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betohen për kohën. Njerëzit janë të dështuar, të humbur. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Pra, kush janë ata që nuk janë dështuar, që do të shpëtojnë? Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Allahu s'ka përmendur vetëm fjalën besova, po ka përmendur besimin dhe veprat, duhen vepra të mira. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, bëjnë vepra të mira. E këshillojnë njëri tjetrin për të ndjekur të vërtetën dhe e këshillojnë njëri tjetrin për të duruar. Ne na ka ngarkuar Allahu i lartësuar me përgjegjësinë e zbatimit të urdhrave të fesë dhe largimit nga gjunahet. Kjo është el-emane që ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, pra përgjegjësia që kemi para Zotit. Dhe nëse njeriu i lë veprat e mira, nëse e lë adhurimin, ai braktis përgjegjësinë për të cilën e ka sjell Allahu i lartësuar në jetën e kësaj bote. Allahu i lartësuar vazhdueshme. Namazi është i vazhdueshëm 5 vaktet çdo ditë.
Kështu e ka caktuar Allahu, se Allahu kërkon që ne në rregullisht, në vazhdimsi të adhurojmë atë. Muaj Ramazan vjen çdo vit. Zekati pasurisë, domethënë pasurit e kanë detyrë të japin zekatin. Është një detyrë vjetore. Për jashtim bën haxhi, i cili është detyrë vetëm një herë në jetë. Kjo mëshirë dhe lehtësim nga Allahu i lartësuar për ne. Allahu subhanahu wa taala e do veprën e vazhdueshme. Vepra më e dashur për Allahun është vepra e vazhdueshme. Dhe ata njerëz që vazhdimisht bëjnë adhurim Allahut të lartësuar, bëhen të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në mënyrë që njeriu të afrohet tek Allahu, duhet që të kryejë farzet rregullisht. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në hadith qudsi, këto janë fjalë hyjnore, ka thënë: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Robi im s'mund të afrohet tek unë me diçka që unë e dua më shumë se sa veprat që ja kanë bërë detyrë. Pra 5 namazet e kemi detyrë. S'do t'i lë njeriu namazet. E kemi detyrë të respektojmë prindin. E kemi detyrë të mbajmë lidhje me njerëzit e fisit. Dhe gjithashtu do të ruhemi edhe nga gjunahet. Kjo është e para gjëja për të fituar dashurinë e Allahut, për të bërë dashur të Allahut subhanahu wa taala. S'mundet që njeriu të bëhet i dashur i Allahut nëse nuk i kryet detyrat në vazhdimsi, nëse nuk ruhet nga gjunahet. Këtë do ta ketë parasysh çdo agjërues. Se përgjithsisht njerëzit që përpiqen muajin e Ramazanit kërkojnë bëhen dashur të Allahut, kërkojnë të fitojnë mirësitë e Ramazanit, po mirësitë e Ramazanit fitojnë njerëz të dashur, njerëz që kryejnë detyrat, njerëz që bëhen devotshëm. Kjo është realiteti që kuptohet nga ajeti i Kuranit dhe hadithe e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, të dashurit e Zotit, si braktisin adhurimin pas Ramazanit? Si në detyrat e fesë? Si u kthehen përsëri gjunave të mëdha? Mund të themi që gjatë Ramazanit njeriu ka bërë ibadete nafile më shumë. Pas Ramazanit, detyrat i kryen rregullisht, ruhet nga gjunahet e mëdha dhe ka një program që quhet wird, një program ditor në veprat nafile, për shembull i fal 12 sunete çdo ditë, e fal vitrin çdo natë, duke lënë namazin e vitrit, sepse është sunet i fortë, bën disa nga llojet e dhikrit, mëngjesit dhe mbrëmjes, dhe dhikr raste të ndryshme. Por edhe agjërimi nafile ka një program, por nuk bën vepra nafile aq shumë sa në Ramazan. Kjo është arsyeshme. Por të braktis njeriu krejtësisht adhurimin, apo të braktis mos zbatoj detyrat, të kthehet gjunave të mëdha, ose të mos ketë një, domethënë, kjo është e para, domethënë që njeriu duhet të kryejë detyrat dhe të ruhet nga gjunahet. Po njerëzit që janë më të afruar tek Allahu i lartësuar kanë një program të veprimit të veprave nafile. Dhe profeti e pëlqente veprën e vazhdueshme. Sallallahu alaihi wasallam ka treguar Aisha radhiyallahu anha se profeti kur një vepër që e kryente rregullisht vazhdimsi. Ndodhte që profeti t'i kalonte ndonjëherë namazin i natës dhe falte gjatë ditës 12 rekate. Për ta zvendosur namazin që kishte kaluar natën. Prandaj këshillohet që nëse besimtarët për shembull i kalojnë sunetet, ti fa rregullisht sunetet para dhe pas farzave. Nëse të kalojnë ndonjëherë, ta mësojmë veten që t'i zëvendësojmë. Nëse vitrin na kalon ndonjëherë, ta zëvendësojmë gjatë ditës. Për shembull, dikush fal vitrin çdo natë 3 rekate. Ta zëvendësojmë. Po gjithashtu i këshillojmë besimtarët e devotshëm që i kryejnë detyrat e fesë dhe ruhen nga gjunahet që të vazhdojmë me veprat nafile. Ramazan në rregull, kemi bërë më shumë vepra nafile. Jemi përpjekur më shumë. Por edhe pas Ramazanit duhet kemi një program. Nëse ne synojmë që të jemi ndër njerëzit më të dashur, ndër njerëzit më të afruar tek Allahu, sepse ata që janë më të afruar tek Allahu përveç farzave kryejnë dhe vepra nafile. Por nëse besimtari pas Ramazanit i braktis veprat nafile, i lë sunetet, e lë namazin e vitrit, se fal namazin e vitrit, e lë këndimin e Kuranit, ka një program ditor të këndimit të Kuranit, shokët e profetit. Po kjo kuptohet nga hadithi që e përmendëm pak më parë, kujt i kalon ai programi, wirdi, e juzu min al-layl, dhe e këndon gjatë ditës, e përmendëm hadithin pak më përpara. Kështu që profeti dhe shokët e tij këndonin Kur'an rregullisht.
Dhe profeti nuk e pëlqente që njeriu të vazhdonte me vepra të mira dhe ta linte. Për shembull, ka thënë njëri për shokëve të tij, ka thënë mos u bëj si filani që filloi me fal namaz natë dhe pastaj la namazin e natës. Prandaj nuk e pëlqente shokët e profetit. Nuk është e pëlqyeshme që njeriu të vazhdojë me vepra nafile dhe ta praktikojë sa lej atë. Do të ketë dhe mos më ngarku njeriu veten me shumë vepra. Por apo të ketë një program. Pak vepra nafile apo vazhdueshëm. Vepra më e dashur tek Allahu është vepra e vazhdueshme, qoftë ajo edhe pak, sikur se sillet në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Hoxh. Ka disa njerëz ata nuk i falin 5 vaktet. Në Ramazan për shembull ndoshta shtrëngohen thosh me i fal. Po thot për shembull un një vakt në ditë edhe e fal. Si këshillon këta njerëz? 1 ose 2 thot në fjalë ditë. 5 hala nuk ja kam mbledh. Si këshillon këta njerëz? Kjo është dobësi, padyshim janë më mirë se ata që nuk falin asnjë namaz. Por kjo është mangësi e madhe. Dhe këta njerëz nuk kanë arritur që të bëhen dashur të Allahut. Këta njerëz nuk hyjnë ke adhuruesit e mirë të Zotit. Këta konsiderohen mëkatar të mëdhenj. E theksoj edhe një herë që janë më mirë se sa ata që s'falen fare, që nuk e vënë kokën sejdë. Por namazi është shumë i lehtë. 5 namazë në ditë. Një namaz falet për 5 minuta. Prandaj duhet që ta kryejmë këtë detyrë, sepse e do Zoti. Sepse kështu bëhemi dashur të Allahut, kështu arrijmë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. E kemi detyrë para Allahut, është farz. Është shtylla e Islamit namazi. Është vepra më e dashur për Allahun. Vepra më e mirë, si thuhet në një hadith tjetër. Është vepra e parë për cilën do të merremi llogari para Allahut subhanahu wa taala. Ndaj duhet bëjmë ndryshim. Ne duhet kujdesemi fort për namazin, në mënyrë që të arrijmë mirësitë e Allahut dynjë edhe në ahiret. Mund të na përmendesh pra mirësinë e vazhdimit të vepra të mirë, ta tregosh pak? Së pari do të kemi lidhje të vazhdueshme me Zotin. Marrëdhënia me Zotin do të vazhdojë. Robi duhet të ndërpresë marrëdhënien me Zotin. Allahu do të vazhdojë të japë mirësi robit për sa kohë që robi nuk e ndërpret ibadetin, adhurimin. Fa wallahi la yamalla Allahu hatta tamallu. Çu përmendet në hadith. Që namazi është lidhje me Zotin. Nëse ju lë namazin, e ka ndërprerë lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Është bashkëbisedim me Allahun. A nuk duam që të bashkëbisedojmë me Zotin? Namazi konsiderohet bashkëbisedim me Allahun. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në një hadith kutsi, qasamtu salata baini wa baina abdi. E dyta, s'duhet të jemi të kujdesur. Allahu thotë: "Wala takum min al-ghafilin", mos u bëj për njerëz të kujdesur. Njëri që nuk e ka mendje ka adhurimi, që nuk përqendrohet tek adhurimi i Allahut të lartësuar, atëherë do merret me vese, me punë të këqija, me probleme. Duhet të angazhojmë veten me vepra të mira që të mos merremi me punë të këqija. E treta fitojmë dashurinë e Allahut, do e përmenda pak më përpara. Inna Allahu yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pastrohen, falin namaz. Allahu i do ata që bëjnë tobe, që qëndrojnë larg gjunave, bëjnë tobe, bëjnë kthes. E katërta, Allahu i na shpëton nga vështirësitë, sepse ata që kryejnë adhurim të Zotit në vazhdimsi janë dashurit e Zotit. Ata janë të afruar tek Allahu dhe ata shpëton Allahu nga vështirësitë. Prandaj nëse duam që Allahu të jetë me ne, që Allahu të na ruaj nga të këqijat, që Allahu të na shpëtojë nga situatat e rënda, le të bëjmë adhurim, të bëjmë vepra të mira në vazhdimsi. Ihfazillah yahfazuk, ruaj Allahun që Allahu të ruajë ty. Ihfazillah tajidhu tujahik, ruaj Allahun që Allahu të jetë me ty, të jetë para teje. Të jetë me ty pra me ndihmën e tij. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda." Kujtoje Allahun kur ke me bolla, kur je mirë, që Allahu të kujtojë ty kur ti je në vështirësi. Njihe Zotin, kujtoje Allahun kur je mirë, që Allahu të kujtojë kur të jesh në vështirësi. Një njeri që bën adhurime në vazhdimsi është i pastër nga hipokrizia. Fal namazin rregullisht, kujdeset për namazin me xhamat. Munafiqët, hipokritët mungonin, nuk e falin namazin me xhamat. Nësa besimtari mirë kujdeset që të falë namazin rregullisht me xhamat. Namazet më të rënda për munafiqët që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith ishin namazi i Yasinit dhe namazi i sabahut, kështu që
një nga veprat e munafikëve, një nga problemet është lënia e namazit me xhamat. Nuk themi që çdo musliman që lën namaz me xhamat është hipokrit, jo, s'është ky qëllimi. Por kjo është një nga veprat, një nga cilësitë e munafikëve dhe kjo tregon dobësi. Sikurse kuptohet nga hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai që vazhdon me vepra të mira është i pastër pra nga hipokrizia. Gjithashtu ai që do të vazhdojë me vepra të mira do ketë përfundim të mirë. Sa Allahu thotë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që janë përpjekur me vepra të mira, ne do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Allahu do t'i mbajë në të vërtetën, do t'i forcojë dhe do të mundsoj atyre që të përfundojnë mirë dhe njerëzit ditën e gjykimit do të bëhen ashtu siç përfundojnë. Kush përfundon i mirë dhe i devotshëm do të jetë me njerëzit e mirë, kush përfundon si i keq do konsiderohet ditën e gjykimit si njëri i keq, të bëhet me të këqij dhe përfundon në zjarrin e xhehenemit. Gjithashtu ata të cilët vazhdojnë me vepra të mira do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Profeti ka përmendur 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar dhe një prej tyre është njëri që ka lidhur zemrën me xhamin, domethënë që rregullisht shkon në xhami, fal namazin në xhami, dhe një njeri që rritet duke i bërë ibadet Allahut të lartësuar, dhe kuptohet që vazhdon me adhurimin e Allahut të lartësuar derisa të vdes. Kështu duhet të vazhdojmë me këtë. Kemi mirësi të shumë në falen mëkatet. Kush fal 5 namazë rregullisht, i falen gjunahet sipas një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam, madje disa haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Hoxh, të partë e umetit janë shembulli që ne duhet të ndjekim. Mund të na flasësh pak për shembujt që dhanë ata pra në vazhdimin e veprave të mira? Për shembull, Ebu Bekri radhiyallahu anhu vazhdimisht bënte vepra të mira. Një herë profeti ka pyetur: "Men asbaha minkum al-yawma sa'ima?" Cili prej jush sot është gdhir agjërues? Ebu Bekri tha unë. Cili prej jush i ka dhënë sadaka një jetimi sot? Ebu Bekri tha unë. Cili prej jush ka vizituar një të smur sot? Ebu Bekri tha unë. Cili prej jush ka përcjell një xhenazë sot? Ebu Bekri tha unë. Nuk ka njeri, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që arrin të bëj këto vepra në një ditë, vetëm se do të jetë banor i xhenetit. Pra kjo tregon që Ebu Bekri radhiyallahu anhu vazhdimisht bënte vepra të mira, ndaj kur bëri këtë pyetje profeti, konstatoi që Ebu Bekri radhiyallahu anhu i bënte këto vepra. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, kush i fal 12 rekate në ditë, kishte fjalën për sunetet para dhe pas farzeve, kush i fal 12 rekate në ditë, Allahu ndërton për të një shtëpi në xhenet. Ka thënë Ummu Habibe, kjo është një nga nënat e besimtarëve, një nga bashkëshorët e profetit, që është dhe transmetuesja e këtij hadithi, ka thënë që kur e kam dëgjuar këtë hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk i kam lënë 12 rekate sunet në ditë. Pra shiko, domethënë se si ka vazhduar. Nuk i ka lënë sunetet. Ndaj këshilloj besimtarët që të mos i lënë sunetet. Të përpiqen të falen sunetet para dhe pas farzeve. Dhe habitshme është edhe transmetuesit e hadithit në zenxhirin e transmetimit, secili prej tyre ka thënë që kur e kam dëgjuar këtë hadith nga transmetuesi para rendës, nuk i kam lënë 12 sunete në ditë. Pra ata mësonin dhe zbatonin. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Bilalit radhiyallahu anhu, kam dëgjuar zhurmën e kpucëve apo opingave tua në xhenet para meje. Më trego veprën me cilën ti shpreson më shumë në Islam, për shkak të cilës ti ke fituar këtë mirësi të madhe. Tha Bilali radhiyallahu anhu, sa herë që kam marr abdes, kam fal namaz, kam fal 2 rekat namaz, i ka fal pra rregullisht. Gjithashtu Aliu radhiyallahu anhu ka treguar se një herë kishte shkuar Fatimia radhiyallahu anha me kërkuar një shërbëtor tek profeti. Nuk kishte shërbëtor, mundoheshin me punët e shtëpisë dhe punë të tjera. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam por nuk e kishte gjetur profetin që ti bante këtë kërkesë. Profeti shkon tek shtëpia e tyre. Kur shkon tek shtëpia e tyre, ata ishin në shtrat. Kuptohet që profeti sallallahu alaihi wasallam i njoftoi që do të hynte, edhe ata dhe u tha qëndroni siç jeni në shtrat. Qëndruan ashtu siç ishin, shkon profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u ul midis tyre. Edhe u tha
ato a tregoj një vepër që është më e mirë për ju se të kishit një shërbëtor, kur të shkoni në shtrat për të fjetur gjumë, të thoni 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu Akbar. Kështu bëhen gjithsej 100 herë. Kjo është më e mirë për ju se sa ta kishit një shërbëtor, një skllav. Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, dhe këtë ta gjej me vëmendje. Profeti ka edukuar pjesëtarët e familjes së tij, njerëzit që i doshte më shumë, që vazhdimisht i bënin dhikr Allahut, të adhuronin Allahun subhanahu wa taala. Për profetin çfarë pëlqente më shumë për bijin e vet dhe për dhëndën e tij? Pasurinë e dynjos apo ibadetin, adhurimin, dhikrin? Ibadetin, adhurimin, dhikrin. Se kjo sjell mirë për njeriu në dynjë dhe sjell një shpërbim për njeriu në ahiret. Dhe shpërbimi i ahiretit është më i mirë, se është i vazhdueshëm. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar për këtë çështje. Çfarë ka thënë Aliu radhiyallahu anhu? Këtë pjesë ta gjejmë me vëmendje. Sa Aliu radhiyallahu anhu nuk e kam lënë të dhikr që na e porositi profeti sallallahu alaihi wasallam, që kur e kam dëgjuar këtë këshill të profetit sallallahu alaihi wasallam. E pyeti një person, Aliu radhiyallahu anhu, i tha, nuk e ke lënë edhe në natën e betejës ose Sifinit këtë dhikr? Ka qenë një betejë e rëndë. E tha dhe në atë natë nuk e dhe kuptohet që Aliu radhiyallahu anhu si komandanti i ushtrisë do të ishte shumë i angazhuar me çështjet e luftës. Prandaj e pyeti thotë, dhe në këtë natë kur ti ke qenë shumë i përqendruar në çështjet e luftës, tha edhe në këtë natë unë nuk e kam lënë këtë dhikr. Domethënë kishin program, vazhdonin me dhikr, vazhdonin me ibadete. Prandaj duhet që besimtari krahas farzave të përpiqet të bëjë dhe vepra nafile, dhe të ketë një program veprat nafile, sunete çdo ditë, disa lloje dhikrit i bëj çdo ditë mëngjes dhe mbrëmje, po edhe në raste të tjera të ketë një program të këndimit Kuranit, program ditor. Hoxh, normal, ata që kanë agjëru, janë falë gjatë Ramazanit, e kanë besimin dhe duan që të afrohen tek Allahu i Lartësuar dhe duan të jenë dashmit e Zotit në vazhdimsi. Po a ka disa faktor që ndihmojnë besimtarin, pra që të ketë vazhdimsi në vepra të mira? Së pari lutja. Ti lutemi Allahut që të na ndihmojë të bëjmë vepra të mira. Se ne nuk arrim dot gjë pa ndihmën e Allahut, pa udhëzim nga Allahu. Nëse Allahu na jep sukses, nëse Allahu nuk na ndihmon, ne nuk mund të vazhdojmë me vepra të mira. Prandaj profeti i tha Muadhit, e kapi për dorë dhe i tha, unë të dua ty. Prandaj mos lër pa thënë në fundin e çdo namaz, domethënë para selamit në namaz. Pa thënë lutjen Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo të bëj dhikr ty, të falenderoj ty dhe ta kryej në mënyrë të përsosur adhurimin për ty. Kjo është faktori i parë. Faktori i dytë, të mos e ngarkojmë veten shumë si fillim, sepse kjo mund të çojë deri në lënien e veprave të mira. Por ta fillojmë me më të lehtën, me veprat që i duam më shumë, e kam fjalën për veprat nafile. Se sa i përket farzave duhet i kryejmë rregullisht pa ndërprerje. Kështu që fillon besimtar për shembull, këndimin e Kuranit. Mund ta filloj për ditë nga 1 faqe, ose për ditë nga 5 faqe, ose për ditë nga 10 faqe. Ma mirë se të këndoj një ditë për shembull 5 xhuza, edhe pastaj e lë krejt. Apo 2-3 ditë këndon nga 5 xhuza dhe pastaj e lë krejt. Më mirë për ditë nga 5 faqe, edhe e vazhdon kështu. Mësohesh me këtë program ditor. Mbas mësohesh me këtë program, mund të shtosh nga 6 faqe, pastaj nga 10 faqe, pastaj nga 1 xhuz çdo ditë. Dhe ashtu sipas një këshille që ka dhënë profeti Abdullah ibn Amr al-Asit, me vazhdu me 1 xhuz çdo ditë. Sidomos ata që kanë mësuar Kur'anin përmendesh, nuk duhet ta lënë, nuk duhet ta ndërpresin. Pra me fillu me më të lehtën, me fillu gradualisht, pak nga pak, edhe duke i rrit pastaj veprat e mira pak nga pak. Kjo është këshilla e dytë. Këshilla e tretë, shoqërohemi me njerëz të mirë.
se njerëzit e mirë na këshillojnë. Njerëzit e mirë na nxisin. Po edhe modeli që japim shembull njerëzit e mirë na shërben shumë. Njerëzit e mirë shkojnë në xhami, do shkojnë bashkë me ta në xhami. Njerëzit e mirë nuk bien mëkate. Nëse bëjmë ndonjë mëkat apo bien ndonjë gabim, njeriu i mirë na këshillon. Për njerëzit e mirë hapin rrugën e xhairit dhe mbyllin rrugët e sherrit. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi unasan mafatiha lil khairi maghaliqa lish sharri. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë la tusahib illa mu'mina. Mos u shoqëro vetëm se me një njeri besimtar. Ndaj një nga këshillat për besimtarin është që të shoqërohet me njerëz të mirë dhe të ruhemi nga njerëzit e këqij. Ata që shoqërohen me të mirët vrehet. Rregullisht shkojnë në xhami, rregullisht bëjnë dhikr, falin sunetet, nuk e humbin kohën. Allah shpëleft hoxh. Atëherë vëllezër dhe motra, e lutim Zotin e gjatësisë që të na bëj të jemi për atyre që me të vërtet muaji i Ramazanit ka ndikuar tek ne dhe me të vërtet të jemi ashtu siç ishin të parët tanë, që kishin vazhdimsi, vazhdueshmëri në vepra të mira. Shihemi inshallah në emisionin tjetër. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.